nuk ka lek që mund me u pagu. Absolutisht po. Kualifikim. Këto e ndvedishëm të gjithë, edhe në qeveri, edhe gjithë ata që punojnë në sport. Pjesëmarrja në një kampionat evropian është e arritur jashtëzakonisht e madhe edhe për futbollistët. Dini cilë do të jetë vlera e një futbollisti që kualifikohet, që shkon në kampionatin botror. Nëse ai kushton 25 milion euro, i trefishohet në 70 milion euro. Vetëm pjesëmarrja që do të jetë aty. Prandaj vlera e monetare që është caktu, vlera që duhet me motivu futbollistët është simbol që qeveria qëndron mbrapa këtij suksesi, qeveria qëndron mbrapa ndeshjeve të vështira që e presin, sepse mos harroni kemi 2 ndeshje të vështira, jashtëzakonisht shumë të vështira me Slovakinë, edhe unë po shpresoj të jetë me Turqinë këtu, se do të jetë më atraksion, sepse me Rumuni do të ketë shumë. Unë e kisha pas qatë me Rumanin. Edhe tashtina kemi punë të pakryme me ta. Unë tu i analizu Turqinë edhe Rumunin, pa dasht me u kthy te Slovakia edhe Kosova, po mendoj se turqit në kohëve të fundit luajnë shumë disciplinuar dhe janë shumë ekip cilësor, sido që tjetër është shumë vështirë, sepse strategu rumun ka punu gjatë në Turqi, një mentalitetin e një gjitha dobësi që mund të shfaqen te turqit, po sido që tjetër kjo është për ma vonë, por mu i me thonë se gjest të cilin kryeministri e ka bo me këtë shpërblim, deri tash nuk e ka bo asnjë qeveri deri. Prandaj pa dasht unë me rrit këtë gjest, por unë mendoj që është simbolik jashtëzakonisht e mirë, lorik për suksese, për motivimin e futbollistëve. Të thash cili është motivi kryesor. Prandaj në këto ndeshje motivi është ai që duhet me kontrollu në mënyrë që nëse dëshirojmë të jemi të suksesshëm. Atë s'kemi mbri në ndeshjen e parë, unë mendoj që kemi pas shansën edhe më të mirë kundër Maqedonisë, por tash kemi përvojë, vjen ndeshja tjetër që me Slovakinë dhe po shpresoj që futbollistët do të jenë të motivuar. Shajnë se të gjithë qëndrojnë brapa tyre, është evident, dhe unë jam shumë optimist në motivimin e futbollistëve. Qatë gabimin mos të kështu bu, se krejt mirë. Edhe njëherë, se këto do është veç me verifiku, edhe njëherë ka pas problem për kombëtarën e Kosovës, në ligën e kombeve, se nuk isha i sigurt. Në atë kohë ka qenë ministër Kujtim Gashi. Edhe pa përëntu 600.000 euro, as di sa ka qenë vlera e... Nuk doj me krahasu vlera. Du me thonë që ka qëllimi. Po shëllimi që kujdesi është dash, duhet jetë pranë tyne në këtë moment. Du të në qenë që ka vazhdimësia. është moment i rrallë, por po thëmë që motivi për lojtarëve është vetë kualifikim. Se me mendu që me 1 milion euro është problem, kemi motivu lojtarët me fitu një ndeshë është absurditet në ditë sotit. Sidomos kur e vesh fanellën e kombëtarës, është krejt tjetër mohabet. Shqyqon, edhe të sinonimet klubi, ekipi, përfaqësusja, kombëtarja, mos e lypni behane se çdo gabim teknik mundet. Ja, prof, çajo është. Ja, çfarë gabim? Ka Kosova e Prishtinës, Kosova vërtet është më shumë lyp ato